Të gjithë kemi nevojë për këshilla. Në të gjitha kohërat, edhe në prezanton Zoti ka dërguar njerëz që të shërbejnë atij. Kush është shërbesa e këtyre njerëzve? Që të shërbejnë njerëzve, besimtarve, qoftë për këshill, qoftë për lutje, qoftë për mësim. Vetë fjala e Perëndis thotë, unë thot do të edukoj, unë do të këshilloj, dhe unë do të mbaj syrin tim mbi ty. Prandaj fjala e Perëndis thotë që unë kam dërguar mësues, unë kam dërguar apostoj, unë kam dërguar profet. Këta janë njerëzit që ti duhet të shkosh edhe të këshillohesh. Edhe në rast se këta njerëz nuk japin këshilla, nuk këshillohen me njerëzit, atëherë na frytet do të njihen. Që të kesh një Bibël nuk është diçka. Mund ta kesh një Bibël me vete dhe mund ta dish fjalën, por a e ke Biblën e shenjtë me vete? Sepse shumë njerëz sot mbajnë Biblën me vete, po jo Biblën e shenjtë. Ti e bën Biblën të shenjtë me mënyrën e jetesës tënde.